Rikthehemi në pjesën e dytë të vizionit të pasdites të dashur miq, do të vijojmë të flasim për temën që ju prezantova pak më parë, do të flasim për teknologjinë, por nuk do të flasim me të rinjt, të cilët janë 18 vjeç. Do të flasim me të rinjt që janë mbi 40 vjeç, që janë përshtatur shumë mirë teknologjisë ditëve të sotme, me Facebooku, rrjetet sociale që janë shtuar shumë së fundme dhe që bëhen pjesë e përditshmërisë tonë, pse jo. Do të flasim për temat që ato trajtojnë në rrjetet sociale dhe jo vetëm. Jam me Zoti Mitro Çela, gazetar, kënaqësi që kam ditë sot. Gjithashtu me Rabie Kallfani, shtëpiake, dikur punojnë sa në administrat. Gjithashtu jam me Klaudia Hilen, regjisore, kënaqësi Klaudia. Jam edhe me Monda Kalenjën, është pjesë e vizionit pasdites çdo ditë. Që është shtëpiake. Mirë, teknologjia vitet e fundit ka ndryshuar jetën e gjithë secilit, në fakt sepse është bërë pjesë e përditshmërisë tonë. Ndoshta kemi folur shpesh për telenovelat të cilat na mbushin ditën të zonjave përgjithsisht, po edhe zotrin s'ngelen pas. Kësaj here na vjen teknologjia dhe vjen rrjetet sociale apo jo? Po. Si është, çfarë vendi zë teknologjia në jetën tënde? Si e mendoj ju? Po. Njeriu moshën e ti se ka në dorë. Unë jam si vjetë, 68 do bëmë 69, 70 dhe gjitha. Ka në dorë shpirtin. Dhe pjesë e shpirti fu teknologjia. Do në shpirti o do jetë baras me moshën, o do jetë para, o do jetë mbrapa. Por ta provë mbrapa, teknologjia e bie mbrapa. Për shembull të thëmë. Zakonisht në moshën tonë nuk përdore këto mjete, sepse është ajo se bëj dot, se mësoj dot të gjitha. Ka qenë e vështirë për ty ta mësosh? Shiko, do të thënë... Përshtatesh, paktën? Kur u filloj të futesh, e bënja pak debelizëm, se kisha djali, më bën djali. Për fatin tim djali kur Japoni, do t'i bënja vetë asaja. Kështu që e para, i besova të gjitha. Do vëmë që nga interneti, që nga kompjutrat, këto pasaj iPhone dhe gjitha. Je i detyruar të gjitha. Fakti që unë, me gjithë se pensionist, unë punoj, nuk jeton dot, nuk mundet të gjitha. Për shumë, dhe që ose unë do vinja, jam një pension televiziv, do vinja si pensionist, nuk do më qasë se njeri më shumë se sa 2 muaj, 3 muaj, lëroj për një tjetit. Je i detyruar të ecësh të përsis unë gjithmonë të përë shpirtin. Dhe unë përdor për shumë, unë bëjtë saj që juaj haberet e Mitros. I shkruaja dikur në gazet, tashi me që gazet e reha duk paguajnë, ato ju hetë në Facebook. Dhe shikoj i marrë rjetet të gjitha të tëra. Dikur kisha më shumë fanë sa të moshave të mija, tashi vëre, që është ashtë dhe një vëse janë të ndryshme, po. Janë të ndryshme gjitha. Dhe unë janë foto janë bërë pjesë dhe teknologjia i ka afruar brezat me njëri tjetrin. Më ka ullur në moshë gjitha dhe janë bërë i pranueshëm. Pa teknologji sot nuk mund të shkosh dot. Ne kuptoj. Klaudio, kur ka qenë hera parë kur ti ke pasur kontaktin me kompjuterin, le të themi? Kanë qenë që prej viteve të para kur ka ardhur kompjuteri në Shqipëri apo? Kompjuteri në Shqipëri pa diskutim që ne kemi pasur kontaktet e parë dhe për faktin që duke qenë se bashkëpunonim dhe me të huaj, detyrimisht ishin e-mailet, pastaj dërgoheshin e-mailet, ato hapat e para në kompjuter. Por mbaj mend në 2008 kur është të paktën kur e kam filluar unë Facebook-un, nuk e di ka qenë një grup miqtanë, domethënë që ishin trupa maqedonase që më thanë Klaudia përveç emaileve si mund të kemi një mënyrë tjetër që kemi dhe shkëmbim, domethënë të fotove që bëjmë për shfaqjet, për kukullat dhe për gjithçka tjetër. Dhe thash po e provoj një herë teknologjia e re, domethënë akoma nuk ishte futur vrrullshëm, sepse sot pa diskutim sot ka shumë forma, nuk lihet vetëm tek Facebooku. Edhe të them të drejtën, domethënë kam pas pak vështirë fillimin, domethënë fillimi 2008-s ku unë fillova, domethënë që dërgoja fotot, pastaj shkruanim poshtë, vështirë, por është pikërisht ajo që thotë edhe Zoti Mitro që do që ti jesh gjithmonë i updateuar me të rejat e fundit për atë çka ti je interesuar dhe prandaj ajo bëri që të futesha me një vrull të jashtëzakonshëm dhe vërtet më dilte shumë mirë. Patjetër. Monda, për ty kur ka qenë hera parë? Kontakti me kompjuterin, po dhe jo vetëm me rrjetet sociale që janë tani, a ka pasur ndonjë rrjet tjetër social dikur? Unë jam njoftur në 2010-ën, kur kam 2010-ën. Pra me Facebook-un ke qenë edhe ti, duket? Jo, fillimisht me Skype-in. Ka qenë me Skype-in. Mundohesha që të kapja sa më shumë, pavarësisht lutë jo. Kush prezantoi ty me Skype-in? Nusja Quni. Futu këtu, bëje këtë, bëje atë, po isha
çfarë është kjo se kuptoja. Pastaj e mësova avash avash. Kishe shumë njerëz jashtë që mund të komunikoje? Jo, nuk kisha gjithë në Shqipëri dhe më shumë mërzitesha sa të vinin ato nga puna, që të më mësoni si ishte Skype-i, ku të futesha, ria në tension. Pastaj kur e mësova vetë, fillova Facebookun, fillova Viberin, fillova gjitha, edhe më thoshte djali me nuse, o mam, po ngele gjithë ditën në kompjuter. Kështu që ti vazhdon të qëndrosh... është gjë e mirë. Është gjë e mirë që është bërë shoqërisë? Shoqërisë, po, nuk diskutohet, po unë jam lidhur me shoqet e fëmirisë. Me gjimnazit, me... është gjë e mirë, vërtet gjë e mirë. Mirë, do të vjen të flasim. Mërabije për ty? Kur ka qenë hera parë? Ka qenë hera parë 2003-2004, kur në dha mundësia me ikja shtetit. Herët fare? Herët fare, edhe morëm një laptop, gjën e parë që morëm ande një laptop. Po s'kishe internet gjikundi, edhe morëm e lidhnim të telefoni shpis, edhe në shkon të telefoni, Qimet e kokës, atërë... Lidhnim aty, vetëm sa shikonim qendra tregtare që kishim shetitur, që shikonim që kështu se s'kishim mundësi as Skype as gjë. Pastaj kur erdhi që erdhi internetit të partë kemi qenë neve që kemi marrë. Që jemi futur me njëherë, me Skype-in, me Viber, me këto të tëra. Pra, mënyra komunikimit të parë ka qenë Skype-i. Në fillim fare Skype-i ka qenë. Skype-i. Mirë, njemi me një insert përgatitur nga Nela Gaçi tani, prezantues. Urime, sa po pranove ftesën në Facebook, nga mamaja, babai, hala e daja yt. Po habite? Mos u mërzit, tashmë edhe ata do t'jenë 24 orë në 24 online në rrjetet sociale. Madje janë të parët që pëlqejnë postimet, komentojnë, e mos u çudit nëse të kërkon një telefon më të mirë se ky që kanë. Teknologjia sigurisht e ka përfshirë të gjithë, por nëse je mbi të 50-at dhe bëhesh pjesë e këtyre rrjeteve, të gjithë e dim se vëmendja ndaj tyre është maksimale. Facebook apo Instagram, WhatsApp, iPad apo çdo mjet tjetër i teknologjisë së fundit është lehtësisht i përdorshëm nga prindrit tanë, dhe nëse mendoni se ata nuk marrin aq shumë vesh, e keni gabim. Sipas një studimi britanik të quajtur Up Not Down, kur britanikët u pyetën se kur fillon mosha e mesme, ata u përgjigjen ndër të tjera se kur fillojnë të përdorin dhe teknologjinë e fundit, të jenë të fiksuar pas saj dhe ta përdorin në mënyrë të vazhdueshme. Por teknologjia nuk është ekskluzivitet vetëm i të rinjve, kështu që në çdo moshë mund të ketë akses të përdorimit të saj. Sa kërkohet, sa përdoret dhe sa e duan teknologjinë prindrit tanë të rinj 50 vjeçar të ditëve të sotme? E në fakt sa kërkohet, ti me shoqërinë tënde, me miqtë tu, i shikon predispozuar për të përdorur rrjetet sociale apo thjesht Skype-in? Shiko. Apo thjesht një mënyrë komunikimi për të ndarë mendimet e tyre? Ka një kështu. Unë mendoj që rinia e kthyer në mani. Për shembull, unë sot më dha rast u ula me 4 vajzat që jemi punojmë televizor dhe të s'bëm asnjë muhabet, secili hap ato dhe shkoi në lidhje tëra. Kemi dhe fotografi të ndryshme që janë rrjete që pim kafe bashkë, po çfarë do të thua? Dhe sa flas për veten time dhe për moshat tona, unë e përdor kur më duhet mua. Jo për të thënë si e me shëndet, shkërbëj një fotografi të gjithë tëra. Pra nuk e bërë kur i varur nga nuk jam bërë banjarë të gjitha. Në fillim bërë një qikë shërë me të zmerkën time, më thë, a marë më tje për ti sa me ngellin bas Facebookut. Shikoj janë në një, kupton të në një foto të bukur, në një gjeshë kërbede normale, jesë gjatë. Sepse ajo tha, mosha tha kur mësuam këto. Unë them, ma përse duni ka thënë, mosha i fillon 60 vjeç. Unë them, mosha i fillon kur bëhe gjysh. Atëre për të rije për shumë. Po dhe kjo është gjë e mirë, kjo të mba në lidhje, jam dakord me të. Kam njohitur mi që shon nga gjithë bota. Kam fansa, për shumë, kudo që shkon, isha rastësisht, isha në Barcelonë, ose rastësisht, me përshime, dhe u habita që gjithat sa mi që isha njohitur dhe spanjol në përmjet rrjeteve sociale. Është gjë shumë e mirë të lidhet tëra. Por, mosha jonë ka për mua është pozitive që ne nuk jemi bërë robot të teknologjisë. Neve i shikojmë, bëndo jemi në një mëndje të gjithë bashkë, ne e përdorim kur na duhet. Jo për gjithë ditën me atë në dorë. Problemi madh është i teknologjisë janë fëmijët, se fëmijët janë sëmurë gjitha. Fëmijët qajnë, s'duan edhe gjithë duan vetëm dhe këtë predit e dine mirë. Kështu që ne i mosha jonë jemi tamam modern në kuptimin e saj i përdorim ajse në duhet. I keni provuar gjitha të përdorim edhe teknologjinë tani. Rabion,
Mirë, kemi folur për rrjetet sociale, vetëm komunikimin, por ama bashkëmoshatarët tuaj nuk janë thjesht tek Skype apo te Facebooku. Lojrat. Ti luan? Jo. Jo, nuk e tipi që luan. Unë dobësia ime është futem në internet edhe shikoj në radhë të parë ç'a bëhet. Ç'a bëhet në Facebook? Jo, në Facebook shumë rradh futem. Por futem në Google, futem për shembull, për Hillary Clintonin jam shumë e fiksuar, futem se ku ka fituar, në çfarë zone ka fituar. Futem kur dua të bëj emiljësira, kur dua të bëj ndonjë gjë. Domethënë për çdo gjë unë futem në Google Në Google. Po, për çdo gjë jam shumë e fiksuar aty që për shëndetin, për çdo gjë kur duhet për shembull ndonjë gjë e kam domosdoshme që dua ta di, edhe për këto më shumë, se jam e fiksuar fare në Facebook, flas me fëmijët në Viber për shembull, me fotot që Kur e ka hapur Viberin për herë të parë? Viberin ka një 3 vjet. 3 vjet ke ka. Paske më shumë se unë. 3 vjet kështu ka. Edhe që ashtu se kur i ke fëmijët larg gjithmonë, mundohesh që ti shikosh ti kish sa më afër. Patjetër. Edhe kjo rrjetet sociale na kanë afruar çik fëmijët. E kuptoj Kladia. Që kemi larg. A të bën të fiksuar pas celularëve, se ne e përmendëm edhe në insert para pak minutash, që ti të kesh celularin e fundit sepse ke aplikacionet e fundit. Celular, më të mirë në mënyrë që sepse celulari më parshëm ishte 3G, nuk e kapte 4G, nuk detyrohem ora celulari më të mirë, që të pa diskutim që të 4G pra është marketing, e gjitha është marketing. 4G me ti kisha gjërat më shpejta, thua se ajo shpejtësia do më përshpejtonte shumë gjëra. Megjithatë unë jam e varur. Si brezi im, them përgjithësi, pra nuk jemi kaq me fat sa ndoshta edhe mosha tjetër. Unë kam maman time që luan në fakt. Po, se ka shumë që luan. Dhe njëkohësisht kam mësuar edhe pa diskutim futje në Skype, të shkruaj mesazhe, pa diskutim në Viber, në WhatsApp e këto, sepse është edhe për mënyrë komunikimi. Por në fakt shikoj një lloj kontradikte, se ndërkohë që neve mësojmë, po krijojmë kontakte me miq të vjetër, kemi filluar që nëpërmjet celularit harrojmë miq të ri që kemi në tavolinë. Dhe në fakt kur e tha kur e tha më përpara fakt më ngeli mendja, sepse shumë e vërtet që ulemi në tavolina, futemi në ato portale që kemi qejf të shikojmë dhe harrojmë që ne kemi një shoqëri dhe që bisedat aty në tavolinë mund të jenë shumë më të bukura se ato gjëra që shikojmë. Pra themi që është shumë e mirë. Themi që është shumë e mirë sepse lidhemi me miq të vjetër, por shpesh herë na ndodh që miq të ri që kemi filluar t'i humbasim. Që është katë në të këqijat e veta. Mona për shembull ti në tavolinë, ka ndodhur që dikush të ka thënë ama lëra celular se jam mërzitë tani. Po mirë pas kemi shoqë. Po rosh. Shumë. Kam shoqë që nuk di ta përdorin. Edhe unë sa ulem pa mami, për çfarë ke thirrur, thot për kafe apo me nejt në internet? Me këto të tregoj një gjë të re nga. Me kë po flet, po më them unë ja shikoj këtë. Nuk marrim vesh, mos faj thykot, po mbylle. E mbyll për një moment. Pastaj aty kur vjen një mesazh, falni. Mos ta thirr më, mos ta bëj më, po prap puqemi prap. Megjithatë puqeni me njëra tjetrën. Mosha bën vetën, i them hajde t'ju mësoj, që edhe kur të mblidhemi, gjithse kush me telefon, e si ka dalë më bëti kënaqemi të u kënaqta për nejtë në internet. Kjo është. Megjithatë nuk e ke parë, për shembull, thonë që celulari është një nga mjetet teknologjike që edhe të smurë, është nga kurizore, të gjitha qafat. Mendohet madje edhe për trurin ka, domethënë, interferon goxha, thonë edhe në tru, domethënë, problematike goxha. Dhe një moshë saktuar mund ndikoj për keq? Shiko, çdo gjë duhet me karar. Edhe vera të prish. Normal. Edhe marrëdhëniet me femra me karar. Me karar. Edhe çdo gjë me karar. Tash ne mosha tona ne kemi një problem. Kur vemi këtë blesh, jam dakord, kur shikoj iPhone-a çantët, janë shtrenjtë. Dhe ka një ti barsalete. Vati babait e djali për të blerë aparate. Djali e bleu 600 euro, babai 100 euro. E pyetej, po si ka punësi? Po ku ka baba, thaj, baba ishe... Baba i vetë, ne na dhimset këtë blej unë, të ashtë të blej një... Të shpenzosh për një shumë shtrenë, sepse unë e përdor, kuptohet, do të shroja të kisha iPhone 6, gjitha. Nuk e keti, ashtë? Se ka, e kam pesa, se për dhe këtë ma fali, ma ngesi njëri në dore, e morë të të bëjnë ditë. Vetë nuk e bëjnë. Vetë nuk e dashë të bëjnë. Do të zmerë ka mua, zonja ime, më thotë, titha iPhone 5, unë 4, pse? I thash ma kanë falur. Gjenjë të ta falit e ty. Do nga thaj, neve e kemi problem që të bëjnë që i shpezim, kaj të matë flasë,
moshat tona dhe po të shikosh ka dhe një kontradikt. Një pjesë që vinë janë akoma me telefon të vjetët të cilët nuk futen dot, sepse sot celulari e bërë gjithë shka, e bërë shdo gjë, e ke dhe makinë shkrimi, unë shkruaj në Facebook, shkruaj në aty në celular, e ke bërë librari, e ke shdo gjë celulari, e ke dhe gazet, e ke dhe librari dhe gjitha, kështu që do me the, por moshat tona e shpezimi matë dhe me ndosh i pensionist që të blej një iPhone 600. Puna në saj përdorni, nuk është problemi se janë opcione që të ofrojnë në shumicë, po. Ka dhe njërës që mund për me moshat tona unë them është shumë e nevojshme. Një mikuim vjen një mikuim. Është nevojshme. Se për shumë unë kujtoj veten time kur ka ikë çunim në 98-ën priça një herë në muaj që të binde telefonit flitsin, pa u parë. Tash unë flas 3 herë në ditë, ndjes drejt darkë. Qa telefoni këtë? iPhone 5. Do e marrësh më të shtrejtë? Normal, sa tiki. Teknologjia do marrë tjere më. Avancon teknologjia, avancojnë aplikacione. Ja bëjnë fëzit, asaj. Rabi, po ti që celulari ke? Ja do në iPhone 5. Edhe ti iPhone 5. Më thonë, ke dashë shumë fillim që ta marrësh të të ri? Jo, shtrejtje, unë moshtën po ma morën, se unë se marrë. E më morë? Po, pa i ke kërkuar vetë, apo? Jo, vetëm ma marrën gjithmonë, edhe që jam gjithmonë në komunikim me ta. Është ta që i domosdoshëm celulari, sa në është nësër s'hypi pa pas celular. Në qofë se nuk kam celular, unë i hypi shkallëve. Ka që i domosdoshëm pa. Po mirë, për këshumë, që aplikacionës tjera përdorë ti në celular? Në tëra aplikacionë në fushë. Për shumë të të ecjes, e përdorë? Jo, nuk e njefë. Jo. Po aplikacionët tjera përveç komunikimit që ti bënë? Komunikimit që kam edhe këto medjet sociale, për medjet të ndryshme, për... Qa mendimi keti për mediat sociale? Për shumë për mediat ndryshme të cilat shfaqen në rjetet sociale si që është Facebooku me tituj bombastik që ne kemi parë? Në fakt janë ca gjera që të bënd të ditesh për ca gjera. Kur futesh në Facebook, u futa një dit, edhe unë u qëdita, u arrestu Sali Berisha. I kishe 2 policanës. Kujdesi ca janë viruse dhe të ishin punë. Për ato të dashë, të kush ka ngrënë virus nga ju. U arrestu Sali Berisha. Po ditë të pastrosh telefonin. Tash, po kjo kur arrestu me se po t'ishe dhe jetë televizori. E shikoj unë, po qa. I thash unë po marrë në telefon. Qa është kjo? Jo me i thash të ka arthopta. Dhe ca gjera janë... Ka faqi që unë hap shpesh. Ja, thash që Ka vazhdojnë të përshtojnë që të gjithë e përdorin teknologjin, pa diskutim dhe diskutojnë me njëra tjetërën në zonjat e pasditën si ne kemi këto. Unë jam përshëndetin në t'lej faqe, t'lej profil pa hapur. Për kuzhinën, zonjat e për kuzhinën. Komentoj, bëj debate, gjdo gjërat. Cili ka që debati i fundit në cilin e fundit? Debati i fundit? Sot. Njërë, qa bëra? Kishe nxjerru një lajm aty që dieta 7 ditore bie 14 kile. Limon, një limon... Kjo është për estetikën. Për ti. Jo, ishte qa estetike. Ishte kjo, Kosova.net. Një limon ditën e parë, 2 limona ditën e 2, deri ke 8 limona. Ore, qa na bëni, thashtë në latë dhe? Pa ngrënë. Deri 14 limona në ditë. Për dieta që është kjo. Mashtrime janë gjithë. E të me unë një përgjishë? Po bëmë këtë. Bëra një debat fort, pastaj më fut në inbox edhe zonjë mbyllim këtë debat, ta se kam të drejti, thash, po ke shumë të drejta, por ne bëjmë për lajmë. Po qa lajmë është kjo, thash? I merë një qafë se tjerët nuk e dinë dhe shkojnë i pinë. O, munda, e ke bërë një screenshot dhe e ke postuar një gjithë të tjerë? Pa. E ke postuar? Po. Pra munda e ditë qëfar screenshoti? A diskutim që po? S'kam në gurë të mësuar. Po, më shumë faktikisht bëj debat politik. Debat politik, Me qajnë të faqet që janë hapur me këto profilet. Me lajmet? Me lajmet, me këto. Kur janë vërteta, nuk i besoj me të ndrejtë. Nuk i besoj, po nga njerën vjen dhe i natë kur e shkruj. E, pa tjetër që do komentar, është vjen për të komentuar. I dhe më mirë të unë të drejtë. Një njerës e tjerë, përveç atyre që janë admin për shumë, e konfliktuar? Në kam bërë blok. Të kam bërë blok. Po që nga shumë aktiviste tani për vetën. Shumë aktive jam. Sa po quni non-stop 24 orë në Facebook, të ma për të bëjtën. Jo, dhe të në vajzës time, se më thotë mami jeki, jo dhe të në që ka shumë. Të jam e vetë mja. Jo, që ka pare. Po, si e pare. Jam aktive. Mozo, nuk të regon atë që do të themonë. Po. Nga një studi që është bërë, del që
pornografi shikoj një pjesë e fëmijëve dhe në pensionistët. Pornografi në shikoj një pjesë e fëmijëve? Pornografi shojnë ata një pjesë e pensionistëve dhe të fëmijëve. Asnjëherë s'kam hapur antët. Asnjëherë, ke refuzuar që një. Jo. Studimin se se na ka hyrë frika, frika se pusin viruset edhe. Jo, se ne kemi pas Londës, nuk është se s'do të shikoj. Jo, Jo, po duhet të bësh instalimin pastaj, që të mbroshtë ato protektor 360 grade. Asë rritë më dhe marë atë mundim fare. Jo, po them për këshëm përgjithësi për viruset, jo për pornografi. Se marë atë. A ke ngrënë ndonjëherë një virus apo? Jo, unë jo, po shoh shokjet e mia kur i futen. Futen fantastike. Edhe nuk e din dhe kur i shkruajnë inbox. Shikoj e them se kështu. Ua, kush ma ka futur? Qa ke hapur, i them mëse kot nuk din ajo ke ty. Jo, se ka hapur tot ajo. Do të kështu? Kur ri pa i gjumë natën, i them në këto punka. Mirë, dalim në pak minuta për publicitet për të rikthyer pas pak me temën e teknologjisë se si për gjithetave.